menduat se ajo po bënte pushim apo jo? E kishit shumë gabim. Rozana Rati postoi këtë foto në të cilën ndodhet në një studio regjistrimi me kufje në vesh, gati për të bërë recitimin e radhës. Go Rozi, jemi të bindur që do të dali diçka tepër e bukur. Enca dhe Zajmina janë takuar së bashku dhe kanë shkrepur këtë foto në të cilën Zajmina duket më e çuditshme se zakonisht. Me siguri e ka fajin këndi i fotos pasi buzët i duken shumë të fryra. Thjesht duken. Blona dhe mami Oli nuk kishin çfarë të bënin e vendosën të dalin një xhiro me vrap nga liçeni. Me vete morën dhe qenushin e tyre me emrin Johnny dhe përfituan nga rasti të shkrepnin këtë foto. Zonja Oli postoi një foto në Instagramin e saj ku dukeshin dy njerëz me disa kapele të çuditshme, duke quajtur ta të fundit UFO. Wow, zonja Oli, po çfarë janë të paragjykime? Jonida Maliqi është duke bërë tualetin e saj të bukurisë dhe nuk nguroi të bënte një foto. Bukuroshja është shprehur se është duke përgatitur për një photoshoot pa dhënë shpjegime të mëtejshme. Jemi në pritje të surprizave.